Indrit, si sportist, ç'a dhe më shumë? Ç'a është më dhimbshme? Një dëmtim fizik apo një humje psikologjike? Më kujtove direkt një olimpiadë më kujtove, që mezi kishim punuar aq fort për me shku atje. Edhe gjatë kohës që kam kryer zbrinjën, më shumë është dhimbs gara se sa brinja. Edhe më dolën lot nga vujtja që kishim 4 vite për me shku në olimpiadë, edhe isha favorit nga kundërshtari im. Edhe mund të fitoja për pak sekondat e fundit u stepa dhe nuk u çova dot, se kapi pjesa e dhimbjes zbrinjës që kisha kryer që në Tiranë. Edhe kjo ishte ajo stresi më i madh dhe më zhdims gara, jo vetja. Se unë kam bërë shumë sakrifisa, shumë ulje ngritje me vete, me shëndetin tim, që askush s'do kishte bë deri në sot. Kam bërë sakrifisat pa pamë duke ul nga 12 kg për 10 ditë, për 9 ditë. Që i bën shumë keq trupit, po vetëm kam dash për më shku ngarë dhe kam dash me sjell Shqipërisë gjona me medaljet e para. Me një sakrifisë jashtëzakonshëm, se ne ku kemi shku jashtë për të parë, nuk kemi pas fare këto kushte. Kemi shku me makina rasti, ngreshim gishtin, që na merreshin, nuk i dishim gjuhën, kena shku në garat e para Jugosllavi, pa që Jugosllavi pjesa e Ballkanit, edhe ne shifshin çantën Albania, s'na merreshin, kemi shku në garë, na shifshin me sy tjetër, po realisht tu shku her pas here, edhe na kanë afru, edhe kemi bashkëpunu, por unë duke rraf gjithë kohën, fillun duke më respektu. Edhe derisa filloi gjithë Ballkani, pastaj tu përmend emrin tim deri ku dora kampion Ballkani. Edhe kjo është sakrifisë e papam, ndryshe nga sot që sot ikin me avion, i kanë gjithë gati, veç hypin, futen në hotel, ikin për ngarë kthehen. Ka treguar një histori që ka marrë dhe me kamion, me trailer. Fitova në Bosnjë atëherë Borsa Open nga 108 ndeshje me raditës. Hyra edhe për moshën time edhe për tritur. Ishte 1000 euro veni parë, 1000 euro më dukte wow, fut direkt thoja. Kam fitu 8 ndeshje dhe ku kam marrë, edhe makina rasti, me ato deri në Dogan, ishin sa shqiptar me trailer. Ai trailer i hese maksimumi deri 70. Po valla hese edhe se vom presin njerëz në shtëpi. Ishin mbledh gjithë me festu. Ai thotë ka shesën, s'es më shumë trailer. Edhe ka pas sakrifisa pa pamë. Shumë. Shqipnisi ke lanë shumë. Qa të ka lanë Shqipni aty? E bukur kjo. Shqipëria, do të regoj fillimet e para 10 vite 0. 10 vite as i rrugë, as i mbështetje, as një lloj gjëje. Kushtet që e vendos tani, është diçka shumë e mirë dhe po vjen akoma më mirë për gjithë shqiptarët. Ka qenë një imazh e keq që nuk mbështetet sportisti, nuk mbështetet. Kurse tani ke rrugë nga bashkia, ke rrugë nga ushtria, si sportist elitar nëse merr medalje. Ke rrugë, ke shpërblimet, në moment që merr medalje, shpërblimet janë shumë më të larta, kurse shumë sportistë të botës duan marrë në Shqipërinë për këtë rast. Se janë shpërblime më të mira se sa vendet e tjera të botës. Edhe në Komitetin Olimpik me Fidel Yudin kanë bërë një organizim shumë të mirë aty, ka ndërtuar një ekip shumë të mirë të komiteti, kanë ngrit gjithë sportistat elitar me bursa olimpike, prapë është mbështetje kjo, bursa olimpike mund të varojë te $700 deri $1000, po është mirë kjo për sportistët. Pakën heqën atë pjesën e ushqimit, variantat, dhe realisht Fideli ka bërë një punë të jashtëzakonshme për këtë rast. Dhe jo më tepër që mu sportistat elitar më kanë përzgjedhur si antar i komitetit ekzekutiv, domethënë që unë jam zëri e tyre për çdo hall që kanë ata, unë do ta komunikoj me pjesën e stafit të komitetit. Edhe deri tani po starton shumë mirë dhe me që ka ardhur medalja e parë olimpike, gjatë kohës që ka qenë Fidel Ylli drejtues, kjo është një plus i madh. Edhe mendoj që do startojmë edhe me sporte të tjera përveç mundjes. Super.